i konë jashtë, po kanë pas babën smut, i nërë për e tjetë edhe nuk o kanë gjithë gjallë. Këta tëjtë, na pe kemë qemi pas nga të veti, na jem plakë, tash jem sot për nesër, e baba na ja sot jem mirë, por na të nesër si jem mirë, kom qef pak, për e një më konë nga të veti. Mos me braktis Kosovën. Mos me braktis Kosovën, bashkajt jo. Pa dalë në për jashtë, thënë hajtë babë se këto tashti nuk po ka. Me që ato 2 lopë, që të e këhyri, 2 lopë. po 2 lopë, qërto ka pak. Sa për veti? Moshën e kom, në kanë që babat me lopë, me dhane. E tashti, edhe nuk ka që nërti me po dhe lopën. Miqtemi dashur, përshëndetje prej mje Lauretës. Sot terrenin e kemi në fshatin Baba i Bukës, së komunës së Gjakovës. Kemi ardhur me vizitu këtë fshat, i cili është një ndër fshatrat më të bukura të qytetit të Gjakovës. Edhe kemi me taku Smajl Hasanin, i cili ka më na fol pak më shumë për jetën që bëhet këtu. Hajde të shkojmë ta takojmë bacën Smajl edhe të na tregon pak më shumë për fshatin Babaj. Baca Smajl, përshëndetje. Si je ndëruma e mirë? Qësh je, baca Smajl? Jem, ka pak pa ngjesa jem, po ma se pa anëm ka pak më thonë, duhet më thonë mirë. Mirë, po do kësh i fort, gjatëm të punu. Po, ka pak, qërto kanë, ka i kulit, ka i kurit dvogë, qërto ja heke. Po, qa po më në shka dalë? Po, sa po muna. Baca Smajl, sa vjetë ti ki? Unë i kom, jam me datën 8 mujt 53. I kom 72, ka i bëj 73. Apo angëna i sem? Po, ka pak, po, nërgone, qërto, ka pak, kom, janë isin ka pak, se tashti, kërë po bëhon vjetë, du konë du me dhejmë ka pak. Po, normal, ka pak, edhe na trit ka njëherë po anë komi, lemo jo që... Kom qenë edhe në spital, kom najtë, pa 20 vite, kom najtë një 3 muj ditë kom najtë. 3 muj ditë? Po, 3 muj kom najtë. Qa po të bacë? Kom pasë kjo tuberkulozë, që po i thujnë, eftofnja. Eftofnja, po. A mujtë me adolë, po shijet që je pak ma mirë? Po, në atë vakt a konë një doktori mirë, një gjafazia, edhe në kanë kontrolu, në kanë vizitu mirë. Adin, Hajde vazhdojnë a ecim ka dalë edhe tregëna pak ma shumë për fshatin Baba i Bukës. Fshati Baba i Bukës, qësh kanë thonë part, a ka një fshat i vogël. Po në atë vakt i konë 3 vllazër. Tash i ka 2 vjetë, i konë 3 vllazër. 2 kanë nejtë të shkolla, e dini shkollën ka është? Po, atje kemë, po. 2 kanë nejtë të shkolla, një ra pak ma poshtë, edhe ata jënë rritë ma shumë, jënë bo katon, njën të shkolla. Po, kësh ka ra ma poshtë, ma pak, na jem ma halë, ata jënë katon. Se jënë konë 2 vllazën ka nejtë njën, një ra qëto shpyjashka janë qështo, jem një, po. Kështu dhe me thone ka morë armin edhe Baba i Bukës edhe... Po, Baba i Bukës, në atë vakt Baba i Bukës. Edhe po thu që u ka një fshat i vogël? Po, tashti, po i vogël, po, tashti në rritë, tashti qëto, shka përshet qëto shpija qëto, shka përshet qëto shpija, i dhije 4 shpi, po tashti në bo 14. Po, tashti në rritë në bo 14, po, ko po na deshka nuk kem pas knaqësi se këta trit, na pe kem qemi pas nga të veti, pa dalë në për jashtë, po tashti kem qef me punu ka pak tukën, kem qef se babë gjysh na kanë punu këtu, edhe na ka pak tash nuk muj me punu se ko kom punu, po kom qef djallë jam, bële, po një më shku atje, do më shku, pas krejt, jo më shku atje. E baca Smajl, ti peshe që Kosova për braktiset. Po. E Babaj, a është braktisi që a ka rini këto? Ka. Hajde, ka dalë? Po, ka rini. Ka rini, a? Ka rini, që të tashti, që të, ka të në shku që të, jashtë vaznis jame. Edhe 2 në shku, po, ka të në vaznis jame, edhe ma tonë një 4, veç një 10 në shku të vaznis jame, njën për jashtan.
Po tashti është pak e dhemshme që Kosova po braktiset me të madhe, tash rinia po kanë qef ma shumë e dalë në gurbet. Qa po mendon ti për këtë pjesë, Baca Smile? Vallaj, unë nuk po mendoj mirë për këtë pjesë, se vendi Kokolindje është mirë, po jo me në shutë tonë tash. Më nejt do më shku, po, tonë në kom qëpë më shku, do më konë, se na jem plak, tash jem sot për nesër, kem qef mi po ata djeme, kanë qef ata më na po ata tashti, thënë hajtë bo pëse këtu tashti nuk po ka, po, jo, bële një po, kush i ka për shemë 2-3, një më shku, tjetë ka pak të hojë. Ka pak punë me tjeshtë. Ko edhe këto po thua? Ko edhe ka pak punë. E djemë të tu Baca Smile qa punojnë? I ki 2 djemë, a? Vallaj, po 2 djemë. E qa punojnë djemë? Ko përgjojnë punë që shto. Privat? Po, privat, ko përgjojnë punë privat. A kanë lakmu na herë me dalë jashtë djemë të tu Baca Smile? Po, kanë lakmu vallaj me dalë jashtë. Qa i ke thonë ti? Po, unë ju këmë thonë se unë për qef temin, unë jemi qatë bukur më mosh, për qef temin këmë qef këtu më konë, mundet me gjithë me pak punë edhe këto, po, kanë lakmu, po, herë për herë jonë këto. Njerë për njerë i ki këto fëmin, Edhe nuse ne kishe këto, apo mëni me adojnë, me qa mirë është ti Baca Smile këto? Vaj, une... Se të po me kojdicë edhe... Po, me qëta 2 lopë, që të e këshyri... 2 lopë? Po, 2 lopë, qështu ka pak... Sa për veti? Mosh në kom, shtjeti ka pak, po më një majnë, ka palim më nërështë. Po. Me pension, po thu? Po, me pension, po, ka pak, po. Sa për i doa, se ta nuk me punua. Po mjafton Baca Smile qaj pension, se pensionet nuk janë shumë të mdoja. Jo, vallaj, me thonë pak. Pak, po bo mi doa ka pak, po bo mi doa, po. Sa më thonë, po bo mi doa. Ti po vresh je njeri shumë i sinqert. Falim njerë, du t'i rujtë. Edhe nuk po do me full negativisht as kur gjo, adin po thu, paka mo po ja dolim. Po, me unë ka pak duhet, se me unë ka shumë s'na del. Baca Smile, qa po na thu diçka që nështë sot ka ndryshu prej kohëve të mahershme. Për shembull, sot gjithçka po sillet rreth teknologjisë, rreth telefonave, Facebook, internetit. Apo të pëlqen ty kjo pjesë? Telefonat jo, nuk më pëlqen. Sot pëlqen, a? Jo, tashti unë e kom nipa, kom mjesa. Tashti e kom ma dvoglat, e kom 4 vjeqe, një kom 2 vjeq një djallë qiks. Po, ja jep telefonin, jo për ja jepi mës më kajt. Po e qika, veç me telefon, është në përshamë në shkollë tjerat, me telefon. Telefoni të habit, nuk le me mësu bashkë ashtu. Unë me telefona mirë janë, po mirë, tërshka nuk më pëlqenë. Nuk të pëlqenë se pilarguj njerës, nështë pak edhe e vërtit. Hajde vazhdojna, pak atje lopa jote është aja? Po, lopa ati vlavt është. Vlavt, po ti kujdes, kupto. E Baca, po më një mja dollë, hesh, djemë nështë apo të punojnë edhe po mënesh. Po, Kosova ka ndryshu shumë gjatë viteve. Po, valloj ka... Me qa e mirë ti kur je ka njeri? Valloj e mirë, po anë ku punua me shati, me kostë, kom kusite, po tashti ndonë që të mjetët, po ato pëjdojnë po, po anë kostit qa vete, u pojshë marë gatë vetë, për shamën, bëshëm 7-8 vete, pashqeqime, atë shkojshëm taj tjetëri, minimu që shto. Unë dishta me të vetë pak edhe, a dilni jo, a të kanë me të heqë shok tut? Shok të mi? A ki shok, se të gjëva një diçka shumë që më kanë shkua. Më kanë shkua, që të brekternikit i kom do, po vëllë më kanë shkua. Kanë ndrujit, Po, më kanë shku do, më kanë shku, më thonë një 7 tjetë i kom pas, një klasi më konë po. Po, dhim, më kanë dhim, se jem rritë me ta, jem... Po sot për shembull për qef, a i ki dikon me dalë me pi një kafe, a? Po, kom një njërë të mirë që të është, po, ka herë më bënë zonë, dalim ka herë, po unë nuk më nri shumë. Se nuk ma dënë organë më nëjtë shumë, a i rrinë, a i është pak ma i shnësh, po mosh në ka bëhë, a i, po. Bac, unë e poshë këfshat ke e pat një natyrë tjashtë zakonshme,
edhe po të qetësoj ke shumë. Po, mu tash nuk ma bojnë shumë në najtë mrema, Po. edhe jashtë nuk ma bojnë organet, se kanë që pak me konë në 10 pak. E pse bac për shembull, unë e dëgjova që babajnë e kanë braktisë shumë edhe janë dalë edhe në për qytetin, në Gjakovë janë dalë. E pse po mendon e kanë lënë njerëz këtë natyrë, këtë vend, këtë super vend për me shku edhe me jetu në qytet, nështë ato zhurma, ato... Po, vallë kanë braktisë, po... Pse po lakmujnë? Po lakmujnë se puna ma ofre atë, o për shabën punë në Gjakovë, edhe aty në Gjakovë me mojë banesën duhet me aloha partë. Po bërën ka të në to ke shpinë tome. Edhe këto jënë do të thene se duhet më lo, po atje e ki punën pak ma ofër në qëtet. Po, punën pak ma ofër e këtu, edhe spidi. E basi, unë të poshë që ti për kujdeshe për lop, i ki 2 lop, do më thonë. Ta është ti peshe se pas ke një pambesa dhe djenë. Kom një pambesa. E pse për shambull po mendon ti që rinia po distancuet pak prej, nuk pidën shumë baktit edhe punë të bujtësis? Po, rinia nuk... A janë t'interesum hesh fëmija tu, për shambull, ose nipat e mbesa? Jo, nuk jonë, mosha jam kur ka qenë fëmi, mosha tartë fëmi, kur ka qenë fëmi, në kanë që babat me lupe, me dhane. E tashti, për shambull, unë i kom në Gjakovë, i kom lagë, edhe nuk ka qenë ashtë me po dhe lupëm, se nuk ka rritë me... E vërtet nuk e ka përjetu, po. Po nuk ka përjetu me shku me rrujtë e sana, qështu. E baca, po ma thu edhe një mesazh të fundit për rinin, është ta për njerëzit që a shikojnë këtë video, që i kështë thonë rinis, baca? Ba do rinis i kështë thonë me përnu, po, përnuar, në kanë përnu boba babgjër, po, vendi nuk është vendi i jashtë. Ta është, na jem të mëshëm, po unë e di se në konë jashtë, po kanë pas babën smut, besa i nërë për atjetë edhe nuk kanë gjithë gjallë. E për na jashtë sot jem mirë, në nërë njëse si jem mirë. E kom që mi pas pak nga të veti, kom që pak pële një më konë nga të veti. Mës me braktisë Kosovën. Mës me braktisë Kosovën, bashkajt jo. Edhe diçka për babajnë që nashta na se dim, a jeni të lidhën heq banorët me zveti? Po, jem të lidhën, A ko probleme, diçka? S'ka probleme, kem dashni, kem po tonë. Kajtë tash herën mas meje, se në mas meje, më thirin miqë, aqë, më thirin, kanë respekt, edhe unë i duhe tonë. Ti pidojshë krejt, ko ke njeri shumë i respektushëm. Po, i duhe, se jëmë rritë, ata janë rritë, unë i di palje, shumë i të i di palje, se i kom 72 vjetë, ka i boj ma shumë, më duhen, i duhe, kom qef se është një knaqësi është. Bace pas jetën e gjotë, na nuk përdojnë me të ngarku ma shumë, të falenderoj shumë. O, më nërë kofë. Atë për qafoj pak, faleminderit shumë. Kalov shmirë. E mja ju gjithë, edhe ju rënofë që gjithë morë një jetë, edhe këj burë, me kajtë ka shkajni, këj gazetare kajtë. Një prej njerëzë ma të mirë që e kina taku jeti. Faleminderit. Se shumë i respektushëm, shumë i dashtën, kështu që trujtë zotë. Zotë i rujtë dhe juve, gjithë morë një jetë, sa do në juve. Inshallah krejtve, faleminderit shumë ba.